Nisim programin e drekës edhe për sot, I cili është I fundit për vitin 2025 dhe edhe këtu ne do të përpiqemi të bëjmë një bilans të ngjarjeve më të bujshme që I takojnë kronikës, po që ndërlidhen ngushtësisht edhe me politikën që kanë shënjuar vitin 2025, të cilin ne po lëm pas. Bashkë me kolegen Klodiana Lala do të përpiqemi të sjellim në vëmendjen tuaj edhe një herë të gjitha këto ngjarje që pa diskutim na kanë tronditur dhe na kanë bërë të mendojmë për pak çaste të paktën apo jo. Përshëndetje Klodi, mirë se vjen sërish në studio. Në fakt edhe mbrëm në emisionin tuaj në Shënjestër, ju risollët në vëmendjen e publikut një nga ato ngjarje të cilat le të themi ishin ndër më të rëndat e vitit 2025 dhe e trajtuat gjëre gjatë në program. Po ashtu më pas në Studio 24 ne bëm një bilans të ngjarjeve politike të ndërlidhura ngushtësisht me drejtësinë dhe sollëm në vëmendjen e publikut edhe ata që konsiderohen personazhet më të klikuar të vitit, po edhe ngjarjet më të lexuara të vitit. Tani unë sot dua të ndalem veçanërisht tek këto ngjarje kriminale me të cilat duket se publiku për gjatë vitit 2025 përpos tronditjes që pëson, duket sikur mësohet, edhe kjo është shumë tragjike, mendoj, për vitin 2025 që ne po lëm pas, uroj të jetë më I mirë 2026 apo këtë do të veçonit ju si ngjarjen që tronditi në fillim të vitit 2025, që le të themi ishte si piknisje të gjithçkaje ndodhi më pas, ishte një vit goxha I ngarkuar apo jo? Gjithmonë policia e shtetit përpiqet të thotë që duke qenë se numri I vrasjeve ka rënë, se ka patur një rënje në raport me vitet e tjera, se ka patur një sukses të tjera me radhë. Në fakt është e kundërta, sepse ndonjëherë nuk lidhet me numrin vetvete, sesa lidhet me mënyrën se si organizohen ngjarjet e rënda. Dhe patjetër për fat keq edhe 2025 ka shënuar disa ngjarje të rënda kriminale. Për shembull, nisi viti në janar të 2025-s, pati disa ngjarje në fakt në Shkodër fillimisht, por ajo që ishte më e rënda për nga mënyra organizimit ishte vrasja e Kristian Markut ose alias Kristi Bardi, nipi I Martin Bardit, I cili kishte pra familja Bardi, kishte një sag gjakmarrje me familjen e Reqi në rrëshen të Mirditës dhe kishte të paktën 5 ose 6 të vrarë në këtë përplasje. Dhe Kristian Marku po u thonte nga Tirana në drejtim të Vlorës dhe në aksin Fier Vlorë u ekzekutua me breshëri Kallashnikovi. Dhe kjo ishte ngjarje e parë organizuar, ai u thonte me një automjet të marrë me qera, me pretekst ose me shpresën për t'u shpëtuar personave me të cilët kishte përplasje, patjetër që nuk arriti sepse pati një breshëri të tmerrshme me Kallashnikovi ndaj tij, një ngjarje shumë e rënde që tregoi se krimi organizuar sërish kishte dalë në rrugë dhe po eliminonte kundërshtarët. Më pas gjatë vitit janë shënjuar disa ngjarje shumë të rënda. Për shembull, ka qenë ngjarja ndodhur në Lundër ku qellua mbi një automjet një fëmijë e një biznesmeni, dy prej cilëve mbetën të plagosur rënd dhe I mituri mbeti qëndroi për një kohë shumë të gjatë në spital. Ngjarje mbetur pa autor. Në atë kohë u tha edhe u besua se mund të ishte ngatruar shënjestra dhe u pyetën një sër personazhesh të botës së krimit, por ajo ngjarje ku preku fëmijët, pra nuk kurseu as të miturit, ishte po ashtu një ngjarje e rëndë. Lezhë shënoi një tjetër ngjarje, siç ishte vrasja e babait të Sidorel Prendit ose Rohan Brahimit në Plan të Lezhës. Rohan Brahimi është ekzekutuar më herët në 2024 në Athinë, kundërshtari I përbetuar I Ervis Martinaj, dhe patjetër që edhe ajo ngjarje tregoi se përplasjet mes grupimeve nuk kishin marrë fund dhe saga po vionte. Masakra e Shkodrës ishte po ashtu shumë e rëndë, ju e dini, në 8 shtator në një lokal në zemër të qytetit, u qellua në drejtim të Erogen Vaso Brajovic, vllai Denis Brajovic, ky I fundit I akuzuar në kuadër të dosjes Metamorfoza. Aty u vranë 2 persona të pafajshëm, u plagos edhe një kamariere, I mbijetoi atentatit Erogen Brajovic. Ragib Gila, I dyshuar si autori I kësaj ngjarje, pra si ekzekutor, është arrestuar, por prokuroria nuk ka mundur të hedhë dritë mbi motivin e kësaj ngjarje së pari dhe për më tepër nuk ka shkuar dot tek urdhëruesit e krimit. Çfarë pasoi dhe që në këndvështrimin tim kanë qenë edhe ngjarje më të rënda kriminale, se ka patur pafundësisht ngjarje dhe do të ndalem pak edhe tek fëmijët, sepse ka patur shumë të mitur të cilët kanë humbur jetën. Ishte ngjarja e vrasjes së gjyqtarit të apelit jurisdiksionit të përgjithshëm Astrid Kalaja. Në sallën e gjyqit, aty ku në fakt do duhet kishte siguri, aty ku në fakt do duhet kishte drejtësi,
aty ku në fakt një gjyqtar duhet të jetë i lirë për të shprehur vendimin e tij, edhe nëse ai vendim nuk është i drejtë, ka një shkallë më të lartë gjyqësore për ta kontrolluar. Dhe Elvis Shkambi e qelloi për vdekjen në sallën e gjyqit dhe e konsideroi si më të rëndën për faktin se së pari vendimi në thelb ishte një vendim që kishte të bënte me një veprim përmbarimor, së dyti u prek tempulli i sistemit, pra kush është drejtësia. Nëse ne humbasim besimin tek drejtësia, atëherë bie që ky vend mos ketë shpresë, pavarësisht sepse ka problematikat e veta, pavarësisht se njerëzit po presin në radhë vite tëra për të marrë një vendim. Unë jam një prej tyre që jam në një proces gjyqësor dhe nuk arrit dot në 4 vite pres për një seancë dhe ende nuk e kam atë seancë dhe mirë kuptoj, por zgjidhja nuk është të kapësh armën dhe të shkosh të qellosh ndaj një personi cili do qoftë ai. Pra, edhe nëse gjyqtari kishte dhënë një vendim të gabuar, do ta kontrollonte një gjykatë më e lartë. E ju e dini, pati një debat shumë të madh më pas për sigurinë, pati një debat shumë të madh për zvarritjen e proceseve gjyqësore, pati një debat shumë të madh edhe sa i përket stokut të dosjeve në gjykatat shqiptare dhe sidomos në gjykatën e apelit administrativ apo në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm. Frustrimin që ndjen njerëzit. Patjetër, dhe po të shikoj ajo çfarë ishte më e rënda, ishte fakti që pati një numër shumë të madh personash të cilët në fakt çfarë bën, motivonin vrasin ose legjitimonin vrasjen, gjë që ishte më e rënd ajo çfarë pasoi, nuk mund të legjitimohet dhe nuk mund të përkrahet një krim i tillë, nuk mund të një shoqëri e tërë nuk mund të legjitimojë vrasjen, nuk mund të legjitimojë krimin, duhet të përpiqet që shoqëria të bëhet më e mirë. Ngjarja e ndodhur tek mbikalimi tek rrethrrotullimi i Rinasit, ju e dini, ne kemi transmetuar në News 24 dhe pamjet 3 ekzekutor në duke shumë të përgatitur që llojnë për vdekje Gilmando Danin, krahun e djathtë të Emiliano Shullazit, e po ashtu edhe Muçi Shaljani Sheqerin, që ishte një agent i agjencisë së mbështetjes policore dhe më pas ndrojet në spital. E kam konsideruar më të rëndën sa i përket krimit organizuar për disa arsye. E para sepse ndodhi në një vend siç është aeroporti ndërkombëtar i vetëm, porta hyrëse kryesore e qytetarëve shqiptar dhe të huaj në vendin tonë. E dyta sepse jepte një imazh shumë negativ për vendin, e treta sepse numri i ekzekutorëve që kishin marrë pjesë 3 të tillë dhe një tjetër që i priste në automjet e shumë të tjerë që mund ta kishin urdhëruar, organizuar e tjera me radhë. Dhe për personazhin, pra Gilmando Dani nuk ishte një personazh i zakonshëm, ishte njëri shumë i njohur i botës krimit, kishte përfunduar një dënim për gjobvënje në kuadër të grupit strukturuar kriminal, kishte arritur të lirohej duke shfrytzuar ato shtigjet ose ato fijet e ligjit, kështu që në këtë aspekt për fat keq nuk pati një bilanc pozitiv, po pati një bilanc tragjik 2025-a. Duhet të ndalem pak nëse më lejon Ola edhe tek vrasjet e fëmijëve. Ne kemi patur shumë të mitur cilët kanë humbur jetën për shkaqe dhe motive nga